Ky emision mundësohet nga Për gjithë shikuesit e mi më të mirë të Nzon, për i takohemi kështu edhe këtë të premte me mua Albina Zenelin, ku për gjatë këtyre minutave do të mundohemi që përveç informimit edhe me ju argëtu me materiale ekskluzive që i kemi pregadit në Tiranë. Si gjithmonë, si çdo epizod që jemi në qytete dhe shtete të ndryshme, sot është rada e Prizrenit, çka kemi pregadit për ju së bashku me Belly Sweets and More, të kuptojmë së bashku në vazhdim. Hej, WhatsApp, shikues të Nzon, u takuam në këtë atmosferë festive në prag të 8 marsit. Sigurisht që duhet me ju argëtu me diçka shumë të ëmbël. Shfrytëzoj rastin me i falenderu Belly Sweets and More për bashkëpunimin. Urojmë, shpresojmë që do të kalojë mirë sa i përket reportazhit dhe gjithçka tjetër që kemi pregadit nga ky biznes që është me traditë familjare, shumë vite në treg, me befasi të shumta dhe për 2026, këto dhe detajet të tjera do i ndiqni tani në rubrikën e radhës, që uroj e shpresoj se do ju pëlqej, e tash është koha që mi thonë atyre të Belly, apo do një mysafir ajo. Në vazhdën e epizodës së re të Nzon do të njiheni me pastiqerin e Belly Sweets and More. Bëhet fjalë për Blerëngash, i cili flet me dashni për pasionin që ju bë dhe profesion. Përshëndetje, emisioni Nzon, mirë se erdhën në Belly Sweets and More këtu në lagjën Ortakall. Ne jemi në treg që nga viti 2017 që u bën këtu e 9 vite. Që nga i vite kemi hapur 3 pika këtu në Prizren, një në fshatin Zërz dhe një në qytetin të Suarikës. Që nga i vite kemi pasur shumë suksese dhe shumë klientel të re, që janë nda shumë të kënaqur ndaj shërbimit tonë të ta. Ai më tutje thot se ka qenë befasi për masën, duke ditur që i ri në mosh e të merret me gatim. Madje zbulon se pati edhe komente negative nga ata që menduan se kuzhina u përket vetëm grave. Jam Blerëngash, jam pastiqer i kompanisë Belly Sweets and More, që jam 21 vjetë, shumë i ri në mosh, dhe ja kam filluar në këtë punë qysh i vogël me momentin në kushtet e shtëpisë, në fillimet e tona. Komentet e njerëzve kanë qenë ndryshme, nga ato pozitive dhe nga ato negative, ku negativet kanë qenë pa nga ato që sepse njihet si paka shumë në konceptin e femrave që bën puna e pastiqerisë, për kur kanë pa punën time se si bëjmë ëmbëlsia me kaq të bukura dhe të shijshme, komentet kanë ndryshuar nga ato negative në pozitive. E po, tani më tabut janë thyer. Ju do të keni mundësi të shihni këtë djalosh, i cili tregon me përkushtim të madh për biznesin familjar. Duke bashk biseduar me gazetarën, ai përmendi edhe planet për vitin 2026. Përja e fundit është kjo në vitin 2026 ja kemi nisë mbar, që është kjo ëmbëlsirë që është në këtë formë të kanaqës, ku për momentin është shumë e kërkuar në dyqanin tonë. Po ashtu dhe unë mundohem të sjell çdo muaj ose çdo 2-3 muaj nga një trend të ri, që kur ka qenë për shembull çokolada e Dubait e kam sjell në paketim më ndryshe ndaj të gjithë pastiqerive tjera në Kosovë. Një ashtu edhe kam sjellur dhe eklerin që është me 6 copë që shitet në të gjithë Kosovën tani për momentin dhe në dyqanet tona. Po ashtu dhe kam ndërmend tash në verë disa trende të reja që pilam surprizë më kanë. Ai thekson se rëndësi të veçantë kushtohet edhe çmimeve,
ku pohon faktin se ato janë mesatare e që mund të përballon nga gjithë secili. Në vazhdimsi po ju lëm në shoqërimin e disa pamjeve për të ëmbëlsuar pak.